Sot është 15 mars 2025, ditë fantastike me diell, shive si është deti, është për t'u larë rrjedhë më shkurtra, po sot bëhen 5 vjet nga dita, nga piku, po themi, më alarmant i pandemisë Covid-19. Në datën 10 mars, kryesisht Shqipëria është mbyllur, në 15 ka filluar karantina e plot, ku çdo gjë mbarua. Nga data 9-10 kur shfaqet rasti i parë deri në 15 ishte një moment kaosi. Janë momente në fakt që po i shihnin këtë video tronditse. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 7 milion njerëz humbën jetën nga viti 2020 deri në 2023 nga Covid-19, ndërsa të dhënat e organizatave tjera të shteteve thonë që rreth 20 milion njerëz humbën jetën nga kjo pandemi në 3 vjet. Tani është dukur, po këto imazhe janë kujtimi i asaj kohe. Jemi në 2 ditë pas një shtrim dhe vetëm medalje. Luza dhe gati për të futur ke pacientët. Është i pastër doktori, është i pastër. Super emision. Masa Nuk ka qenë ndonjëherë klani kështu në gjendje lufte. Po, tamam. Bosh.